Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut Timço Moçuski deklaroi se janë gjithsej 28 qytetarë që janë paraqitur për evakuim nga Izraeli. Është formuar një shtab krize për nxjerrjen e tyre të sigurt. Sipas informacioneve të fundit, 28 qytetarë kanë kërkuar mbështetje për evakuim. Do të organizohet dhe një konvoj i sigurt për transport drejt Egjiptit. Grupi i dytë pritet të largohet nga Izraeli më njëherë pas vendosjes së trafikut të rregullt ajror nga Tel Avivi. Në këtë fazë evakuimi do të kryhet me një aeroplan që do të sigurojë transportin, tha Moçuski në një konferencë për shtyp. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut thotë se situata e sigurisë në vend gjatë 365 ditëve të fundit është shumë e qëndrueshme se sa ka qenë më parë. Tëshkovski foli edhe për zbatimin e projektit Safe City. Ai tha se nuk do të ketë selektivitet dhe se çdo kush që ka bërë shkelje do të ndëshkohet. Pasi qytetarit të klikojnë në linkun e caktuar që do të përfshihet në SMS porosin, do të mund të ketë qasjen informacione konkrete në lidhje me rrugën ku është kryer shkelja, fotografi nga momenti kur automjeti e ka kryer shkeljen dhe të tjera dhe në varësi të shkeljes së kryer do të mund të pagojë me njëherë gjobën dhe do të evidentojmë atë në sistemin tonë. Ndërsa nëse bëhet fjalë për shkelje më të rënda do të zhvillohet një procedurë përmes gjykatës, ta Panço Tëshkovski, ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut. Platforma e re One Stop Shop digitale promovuar nga Oda e tregtarëve synon të mbështesë kompanitë mikro të vogla dhe të mesme përmes një qasje të centralizuar dhe digjitale. Sipas Gabriela Kulabanova, kryetare e Qendrës për ndërmarrjet e vogla dhe mikro të mesme pranë Odës së tregtarëve, kjo platformë do të ofrojë një pikë të vetme informacioni dhe komunikimi, duke i mundësuar bizneseve të kenë qasje të lehtë dhe të shpejtë në të gjitha shërbimet e Odës. Platforma është krijuar me ndërtimin e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Qëllimi i krijimit të kësaj platforme është vazhdimi i tradicionit ekonomik të ndërmarrjeve të qëndrueshme dhe të vogla dhe të mesme dhe për zhvilluar një infrastrukturë të qëndrueshme të shërbimeve për biznes. Rajoni. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani në samitin e nivelit të lartë të liderëve të shteteve të Europës Juglindore që u mbajt në Tiranë, kërkoi që Bashkimi Evropian të ndërmarrë hapa konkret ndaj Kosovës, duke përfshirë heqjen e masave ndëshkuese dhe avancimin drejt integrimit. Është koha që Bashkimi Evropian të lëvizë përpara me vendime konkrete dhe të merituara për Kosovën, përfshirë heqjen e masave të padrejta dhe dhënien e statusit të kandidatit për vendin tonë, tha Vjosa Osmani. Ajo shtoi se qytetarët e Kosovës nuk duhet të penalizohen nga masa që nuk i shërbejnë paqes dhe stabilitetit. Qytetarët e Kosovës nuk duhet të mbahen peng nga masa që dëmtojnë drejt për drejt dhe që nuk i shërbejnë as paqes, as dialogut dhe as ardhmës europiane të vendit tonë, deklaroi presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Ministri i Detyrave të Punëve të Jashtme të Kosovës Donika Gërvalla ka deklaruar se Serbia në vend që të arrestojë dhe të ekstradojë Rovan Radojicin dhe të gjithë përgjegjësit e tjerë përpara disa ditësh arrestoi ish zyrtarin policor Arbnor Spahiu, teksa udhëtonte drejt Kosovës me familjen e tij nën pretendimin se kishte qenë i përfshirë në parandalimin e sulmit në Bajnsk. Sipas kryediplomates në detyrë, Arbnor Spahiu, jo vetëm që nuk ishte pjesë e policisë së Kosovës që nga viti 2022, por ky arrestim sipas saj edhe njëherë konfirmon faktin që shteti serb qëndron pas sulmit në Bajnsk, shkrua ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Donika Gërvalla. Gjykata e Hagës vendosi vijimin e paraburgimit edhe për 2 muaj të tjerë për Hashim Thaçin. Bëhet fjalë për rastin kur ai është akuzuar për krimin e luftës bashkë me Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Edhe për 3 shkrerët e tjerë të UÇK-s u dha njëjti vendim. Si shkruajnë mediat në Kosovë, vendimi është marrë më 11 qershor me përqimin e kryetarit të trupit gjykues, Charles Smith. Vendimi vjen pas përfundimit të dhënies së dëshmive nga personat e thirrur nga prokuroria speciale. Zyra e kësaj të fundit argumentoi se ekziston rreziku i ikjes dhe dëmtimit të procesit gjyqësor ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve. Presidenca e Republikës Kosovës njofton vazhdimin e mandatit teknik të misionit të EULEX-it nëpërmjet shkëmbimit të letrave me Bashkimin Evropian. Presidenti Vjosa Osmani theksoi se ky mandat teknik mbetet i fokusuar në aspektet e monitorimit, mentorimit dhe këshilldhënies. Bëhet e ditur se në letrën drejtuar përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian Kaja Kallas, presidenti Vjosa Osmani kërkoi që EULEX të përcjellë autoriteteve të Republikës Kosovës të gjitha dokumentet që zotron nga koha kur kishte mandat ekzekutiv. Gjithashtu ajo ka kërkuar që aktivitetet e EULEX-it të jenë në përputhje me Konventin Evropiane për të drejtat të njerëzit dhe praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për drejtat të njerëzit, thuhet në njoftimin e presidentes Kosovës Vjosa Osmani. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Një raport i Komisionit Evropian për shtetin e së drejtës në Shqipëri zbulon mbushllëqjet dhe problemet me të cilat vjon të përballet sistemi gjyqësor dhe institucionet shqiptare të drejtësisë. Raporti ende në fazën e një drafti konfidencial ngresh shqetësime mbi funksionimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
Një fakt i rënd konsiderohet dhe punësimi në shkollën e magjistraturës të emrave të lënë jashtë sistemit nga vettingu. Me 72 vota pro dhe 1 kundër, Kuvendi i Shqipërisë miratoi projektligji për performansën energjetike të ndërtesave. Miratimi i këtij projektligji e bën Shqipërinë vendin e parë në rajon që zbaton në mënyrë të plotë direktivën më të fundit të Bashkimit Evropian në këtë fushë. Kjo nisëm ligjore synon transformimin rrëzor të mënyrës se si ndërtohen dhe rinovohen ndërtesat në Shqipëri, me objektivin që deri në vitin 2050 të gjitha godinat publike dhe private të kthehen në ndërtesa me konsum minimal energjie. Përmes këtij ligji do të hyjë në fuqi librezat e rinovimit të ndërtesave që ndihmon pronarët për investime eficiente dhe me benefite në aspektin energjetik. Deputetja e Partisë Demokratike Jurita Tabaku në fjalën e saj në Kuvendin e Shqipërisë përmendi raportin e OECD-s që rendit Shqipërinë të fundit në rajon sa i përket infrastrukturës. Sipas saj, Shqipëria mbetet e fundit në rajon për sa i përket standarde dhe përfundimit të gjithë rrjetit të ndërlidhur me rajonin. Raporti OECD-s, i cili publikoi se ku ndodhet Shqipëria dhe treguesit e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian, e lën Shqipërinë të fundit në rajon. Kur flasim për integrimin, realiteti është ndryshe. Sot, çdo qytetar ka të ardhurat 37% e mesatarës së Bashkimit Evropian. Prodhimi i brendshëm bruto është 40% i vendeve të Bashkimit Evropian, por Shqipëria në të gjithë elementet është pas. Megjithëse Shqipëria ka investime më të larta në infrastrukturë dhe koston më të lartë të rrugëve, është e fundit sa i përket standardeve dhe përfundimit të rrjetit dhe të gjithë rrjetit që ndërlidh me rajonin. Raporti OSBE thotë se Shqipërisë duhen të paktën 15 vite që të ketë standardet minimale të rajonit, 15 vite edhe për udhësjelljes kanalizime, për infrastrukturën dhe për energjinë. Për të gjithë elementet e infrastrukturës, Shqipëria është e fundit. E kuptoni sa larg ndodhet Shqipëria nga ajo marrja e pasaportës europiane, deklaroi Jurita Tabaku. Sipas saj, Shqipërinë nuk po e nxin opozita, por qeveria, e cila ka në dorë mundësinë për të ndryshuar vendin. Bota. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se forcat e mbrojtjes së Izraelit goditën shumë rënd objektin për pasurimin e uraniumit në Natanz. Shkatruam një sasi të madhe hedhësish, nuk ka rëndësi se raketa ka rëndësi ka sa hedhës kanë, deklaroi Netanyahu. Ai njoftoi gjithashtu se iranianët kishin mira dron dhe shkatruan gjysmën e tyre. Kryeministri nuk përjashton mundësinë e eliminimit të udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Sipas Netanyahut, kjo do të jepte fund konfliktit dhe nuk do ta përshkallëzonte atë. Gjatë natës kaluar, breqëri raketash balistike goditën Tel Avivin dhe Haifën, duke vrarë 8 persona në Izraelin qendror. Paralajmërimet për sulme ajrore u aktivizuan për praninë e dronëve iranianë në Cezare, ku ndodhet dhe rezidenca e kryeministrit izraelit Netanyahu. Hadera, Pardes Hana, Yisra Zarqa dhe vendbanime të tjera në rajonin Sharon, në jug të zonës metropolitane të Tel Avivit. Televizioni shtetëror iranian ka pretenduar se Irani ka nisur një valë të re sulmesh raketore ndaj Izraelit. Irani u ka bërtire banorëve të Izraelit evakuohen. Televizioni shtetëror iranian ka thënë se do të sulmohet infrastruktura. Edhe ushtria ka urdhëruar evakuimin e selive të stacioneve televizive izraelite Kanal 12 dhe Kanal 14, një reagim ndaj sulmeve ndaj televizionit shtetëror iranian. Liderët e 7 shteteve më të industrializuara në botë, G7, u takuan në Kanada me synim të gjetjes së një gjuhë të përbashkët për luftrat në Ukrainë dhe Lindjet e Mesme. Pjesëmarrës në takim ishin liderët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Japonisë, si dhe ata të Bashkimit Evropian. Në hyrje të samitit, presidenti amerikan Donald Trump tha se largimi i Rusisë për atij që dikur ishte G8 në një dekadë më parë, pas aneksimit të gatishullit të Ukrainës të Krimes, ka qenë një gabim. Ka qenë një gabim i madh, ka thënë Trump, duke shtuar se beson që Rusia nuk do ta pushtonte Ukrainën në vitin 2022, nëse presidenti rus Vladimir Putin nuk do të ishte përjashtuar. Putini flet me mua, ai nuk flet me askën tjetër, nuk është i kënaqur. Trump ka biseduar të shtunën me Putinin dhe ka sugjeruar se lideri rus mund të luante rol ndërmjetësues në mes të Izraelit dhe Iranit. Presidenti francez Emmanuel Macron ka hedhur poshtë ide duke thënë se Moska nuk mund të jetë negociatore sepse ka nisur një luftë kundër Ukrainës. Kreu i shtetit shqiptar Bajram Begaj mbajti fjalën në përmbylljen e samitit të procesit të Bashkimit të Evropës Juglindore që u mbajt në Tiranë. Ai u ndalte konflikti mes Iranit dhe Izraelit, ndërsa apeloi që tensionet të zgjidhen në rrugë diplomatike. Shqipëria shpreh shqetësimin për tensionin në rritje mes Izraelit dhe Iranit. Ky konflikt ka pasojë serioze për Lindjen e Mesme dhe më gjerë. Shqipëria riafirmon të drejtën e Izraelit për sigurinë dhe mbrojtjen e qytetarëve të vet, dhe po ashtu i bëjmë thirrje Iranit të anullojë programet bërthamore dhe balistike dhe të përmbushë detyrimet e tij në përputhje me ligjin ndërkombëtar, përfshirë traktatin për mosprapjen e armëve bërthamore. Shqipëria i bën thirrje të gjitha palëve për përmbajtje maksimale dhe përpjekje diplomatike për shtesënimin e situatës dhe për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme, deklaroi Bajram Begaj. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.